Faleminderit, duket që konsultimi ishte i suksesshëm. Unë propozova që të ngjiten përfaqësuesit e grupeve parlamentare dhe kurdo që ata të mbyllen punën dhe finalizojnë draftin ta sjellin, por që BDK-ja po diskuton vetëm si diskutuar të vendimit, prandaj këto tona obligohen që ta qes në votim. Këto deputetët që të vinë në sallë, Sonja Shpaku po pyeten. Kryetare, propozimi ynë është I qartë, të vendoset si pikë e parë e rendit të ditës. Rregulloja ma jep të drejtën që të bëj këtë propozim. Nuk do ishte as hera e parë, as hera e fundit që ndryshon radhitja e pikave të rendit të ditës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në rast se nuk kalon si pikë e parë, ne e tërheqim propozimin dhe largohemi. Pravat edhe njëherë kryetore. Ne jemi të interesuar që të kontribuajmë. Propozimi jonë është ashtu siç e thamë, dhe të mbledhet grupi me përfaqësues të gjitha partive politike. Në momentin që grupi e sjell rezolutën, ne në atë moment që e sjellim vendosim në votim. Pra në këto tona, Sonja Shpaku e tërhiqim propozimin apo ta vendos votim. Sonja Shpaku fjalën. Situatë të tillë, kur ka mungesë të shprehur të vullnetit politik për të bërë një kompromis, për një çështje kaq të ndjeshme. Në të njëjtën ditë kur ne si opozitë u votua hyrjen në rend të ditës të marrëveshjeve ndërkombëtare, është tërësisht e pakuptimshme për ne që ta mbyllim në votim propozimin tonë. Ne do të largohemi nga sala, në salë do të qëndrojë vetëm zoti Najt Hasani, I cili do të folë pastaj dhe do të deklarohet në emër të grupit parlamentar. Faleminderit. Faleminderit Sonja Shpaku, vazhdojmë pra me pikat e rendit të ditës. Grupi parlamentar e tërheq propozimin e kanë të keqë. Atëherë përgatitemi për votim për prezencë, regjia ju lutem. Pyes nëse
deri në 40 minuta. Diskutimin në grupit parlamentar zgjat deri në 5 minuta